A kish bo me 8 qershor? Unë mendoj që edhe ju dhe LSK-ja do të me u gëzu. Jo, ka të Jeni shumë fortë dhe ju si parti demokratike të Kosovës. Që është mungesa logjikes në këto që më bën qeveria. A më mund përgjigjën e? Në këto që bën qeveria. E para, a ka mund mulon që kjo me 8 qershor? Ka mund mulon me 8 qershor, Alil? Na ju pju dukum që se marrën vesh që blerje e votës kjo është blerje e vota, e para, e dyta. Apo thojnë ana që Mërgota i ka punë më mirë ekonomikisht. A është kështu? Apo thojnë ana që Mërgota ja bie Kosovës 1 miliard euro çdo vit. Po. E çu shpimerni porët tona, e pja uçoni aty në atje. Nuk është kompanive të Mërgatës, është kompanive ajrore të cilat është tu i subvencionu. E kush është? A kena na kompani ajrore? Edhe një diçka tjetër. Po burim, mos bëna me zhurmë, mos merrem vesh. A ka Kosova kompani ajrore të vetën që ja porët? Nuk ka, po s'ka lidhje janë 13 kompani që operojnë Kosovë. Kosovës janë. Operatorë ki kompani të Kosovës që dojnë me falimentues. Unë jam tu habit me ju Mërgatës. Unë mendoj që duhet më gëzu. Jo be lekë këtë demagogji, jo bre. Këtë demagogji për frikominarës. Apo më japni minutat e mi më përgjigja, apo shekena rovën tash të rion. Padyshim. Për mu, kjo është mas pari vepër penale, e dyta është blerje e votës, blerje e turpshme e votës, edhe është mos respekt për në këtë vend, për më moj zedhet lira dhe të ndershme, për mos më na blekër kush zedhet, se këtu ka pas zedhe fasad, na e dim. Këtu e në ato në anena kufinit kërë komunizmi, këtu ka pas zjedhe fasat. Mendova thash mos ta zjedhe kështu. Po me na kemi bo luftë e sakrifizme, po zjedhe ndeshme. Me arë një kryeministër, 2026, me i ble zjedhet, edhe mu arsyetu për mu është e tresht. 100 milion euro ka 100 euro tonëve, edhe 2 milion euro për diasporën, edhe ju po thoni që jenë zjedhet e ndeshme, po thoni që është e ndeshme e gara që kjo garë, tash na të losim për te i kësaj. Jo, ju keni drejta, keni kritikën, padyshim ta keni pozicionin tuaj. Vetëm ideja ishte ndërhyrje këtu me juve kam zoti Gruda. Jo, me juve zoti Gruda e kisha fjalën kur është në pyetje diaspora. Për arsye se ju jeni të organizuar po ashtu në diasporë, nuk jeni të organizuar sot. Po jemi kundër me ble votën. Mos mundet kjo të kthehet bumerang. Në raport me juve. Prandaj po them. Nëse çu po ta them